Më datën 15 shtator, Komuna e Podujevës hapi konkurs për plotësimin e disa vendeve të punës. Pozitat e hapura ishin për 3 mësimdhënës, një për histori edukat shtetare, një për gjeografi edukat shtetare dhe një për lëndën informatik. Në mesin e kriterëve për aplikim, theksohej se të 3 pozitat ishin zëvendësime. Megjithatë, konkursi u mbyll më datën 17 tetor me një arsyetim nga komuna. Njoftohen të gjithë kandidatët që kanë aplikuar në konkurs, se ky konkurs anullohet për arsye të tejkalimit të afateve në zhvillimin e procedurave, thuhet në dokument. Dita e mbylljes së konkursit shënon 33 ditë nga hapja e tij, por sipas juristëve, komuna do mund të vepronte ndryshe dhe situata aktuale ngrit dyshime. Dhe si rregull, këto duhet të përmbyllen brenda afatit prej 30 ditësh, siç përcaktohet me aktet përkatëse nënligjore. Në rrethana të arsyeshme dhe objektive, ky afat mund të shtyhet edhe për 15 ditë të tjera në referencë të dispozitave respektive të ligjit për procedurën e përgjithshme administrative. Ndërsa anulimi i procesit në supozimin e mos përmbushjes së këtij procesi brenda afatit prej 30 ditësh, në bindjen time lë hapësirë për dyshime në rast se ky proces ka pas të bëjë me procesin zgjedhor. I të njëjtit mendim shprehet edhe ish kandidati për kryetar të kësaj komune, Xhamajt Hasani. Në mbas zgjedhjeve me 17 tetor është anulu konkursi dhe kjo e dëshmon që është përdor për vota në farë mënyre me i mashtru ata aplikues ato që kanë aplikuar, me ju thonë ti ke me kanë këtu në vend pune, por derisa ka pas nevojë me plotësu orë që kanë mungesë, ka 7 orë. Pushteti aktual në Podujev, sektorin e arsimit e sheh si terren, por interesa politike, por me marrë vota më shumë. Për konkursin dhe detaje për të, televizioni ka kërkuar dhe ka pyetur në komunën e Podujevës, por ata nuk janë përgjigjur.